më lejoni që të ju drejtohem me disa sugjerime miqësore dhe këshilla miqësore të gjithë kolegëve këtu. Ju e dini që jemi në muajin e Ramazanit, jemi në prag të Bajramit, edhe pse kum pas shumë arsye për të dalë për të replikuar ndaj jush, po i referohem vokacionit tim edhe profesional, që mendoj jam më kompetenti dhe kam kuptim të plot mbi muajin të cilin e kalojmë, që përkatësisht në thelb në esencë ka kërkesën e vetë përmbajtjes, respektit, ndjesisë edhe për tjetrin, dhe duke u tregu më të njerëzishëm, më të edukum, më të moralshëm, më të njerëzishëm në çdo aspekt, edhe në raport me tjetrin, edhe me vetveten, edhe me shoqërinë, edhe me rrethin, edhe me kolegët. Sinqerisht, po shoh një lloj frustrimi, një lloj arogance, një lloj sjellje rrugaçërie, ofendimi që ofendojnë edhe zonjat, edhe ne kemi shumë arsye për të replikuar, për të shprehur mendimet tona për këto sjellje banale në prag të festës së Bajramit, që ju pa asnjë pretekst, pa asnjë arsye, pa asnjë të drejtë kërkoni brenda një seance 2 herë pauzë. Va thonë të drejtën, unë ndjen keq edhe pala tjetër që nuk i takon konfesionit tonë. Na thanë se kjo po bëhet vetëm për shkak t'juaj se ju po praktikoni dhe jeni agjerueshëm, ndërsa pala tjetër s'ka asnjë respekt për këtë normë fetare dhe për këtë obligim fetar. Sa jeni të moralshëm, sa jeni të ndershëm, sa jeni të njerëzishëm, sa jeni fetar, sa jeni kombëtar, jeni të demaskuar, keni edhe përgjime, jeni të njohur me opinionin, jeni të baltosur, jeni të nxim, jeni të përzim, dhe gjithë shqiptaria dhe gjithë besimtarët e dinë se lideri ju i ka shah edhe fen, edhe profetin, dhe ju nuk vlerësoni, nuk respektoni as një vlerë kombëtare, as fetare, jeni gjithë me improvizime, jeni me maska, nuk kum dash të folin këtë muaj, po jeni kopja më e shumtume e një. Faleminderit. Faleminderit shumë. Me që absolua listat paraqiturve për fjalë